Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim Engjëllin e Zotit. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptoria e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banojmë ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënë po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat e purgatorit. Atyën që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe i shndrej drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e dytë të vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet. Me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flaket e shamatave, flake zjarrin e dëmprurësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti bir baraz me Atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Psalmi 119, pjesa 11 e psalmit. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shterën prej dëshirës së fjalës sate. E them, kur do të më japësh ngushëllimin? U bëra si rreshku në tym, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të rroj shërptori yt? Kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapën gropa krenarët që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndihmë. Përpaksa s'më rrëzuan për dhe, megjithatë unë nuk u shmangëm urdhërimeve tua. Më përtri pash dashurinë tënde
e unë do t'i ruaj dëshmit e gojës sate. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë, thot Zoti. Antifona e dytë. Ti e strehimi im o Zot, kala e fort përballë armikut. Psalmi 61, urata e 1/3. Vështroje o hyj pritmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaj i dheu të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra, me qotë shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut, për je do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. Sepse ti o hyji im i pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që e druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni, le të mbretëroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj ju bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim, do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti Ti je strehimi im o Zot, kala e fort përballë armikut. Antifona e tretë. Nga tmerri i armikut më ruaj o Zot, Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që e mprehen gjuhën e vet si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në moth të pafajshmin. E shigjetojnë pa prit mas e frik nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë t'i vën fshehtas leqet e veta e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e para, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi i shigjetoi ata, pa pritmas i mbuluan plagët, gjuha e vet ata i sharroi, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, i mirë do t'a kuptojnë ç'bëri. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do të ketë shpresën, me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. nga tmerri i armikut më ruaj o Zot. Leximi i shkurtër i orës 6 marr nga libri i parë i mbretërve, kapitulli 2. Je i fortë dhe bëhu burr, mbaj urdhërimet e Zotit hyjit tënd. Ec udhëve të tia, mbaj ligjit e tia, urdhërimet e tia, porosit dhe dëshmit ashtu siç shkruan në ligjin e Mojsiut, që të shkojë mbar gjithçka të dërmarrësh kudo që të sillesh. Modheq o hyj rrugës sate, Urdhërimet e tua ma gëzojnë zemrën. të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.